Tregova një shokut familjarit se jam taku me ty, kjo është një feedback për njerëzve për mënyrën se si i shohën kinezët. Pa unë kam menduar deri tash se kretë kinezët vetëm kinez kalojnë me një pasaport. Edhe tregom ti si i dallon vetë. Shif, ditën e parë ta tregoj, shkova që në fakultet, tash unë njoftova me atë përgjegjësen. Okej. Ose unë njoftoj me profesoreshën, edhe më njoftoj me një shoqen klase aq. Okej. Edhe të nesër më nuk shkova nuk e disha kush se cila është. Me cilin ke po? Me vërtet, e them sinqerisht. Çka? Por ama me vërtet dollën shumë. Edhe pasi që mësova gjuhën ta shitëm muhabet bana vardhënie të mira me kinez, edhe çka më tha? E i tha shumë gjajni. E thash unë mendova që bën një lloj shaka me ne. Po ne të bardhët, a? Po ne të bardhët. E thash kur e marrë shpejt vërtet, e shikjosh dy njerëz nga Tetova, nga Prishtina, nga Tirana, nuk kanë ndonjë dallim të madh. Për ata. Okej. Dhe e thanë, të gjitha të fizionomin e kemi gati se qati.